أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه الشرفاء وبعد Falëndrim dhe lavdrat i takojnë Allahu xhalla xhelaluhu, salat e selam e qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Vazhdojmë me kapitullin e radhës nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kapitulla viti i mërzisë dhe sprova e Taifit. Viti i mërzisë është etikatu kështu, apo është emërtu si viti i mërzisë për shkak vdekjes së Ebu Talibit edhe vdekjes së nanës së besimtarëve Khadijës radhiyallahu anha. 3 vite pas embargos që ja banën fisit Hashimi të gjithë Kurejshit, e që thuhet që prej lodhjes së madhe që përjetun muslimant edhe jo muslimant prej fisit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vdiqe dhe Khadijë radhiyallahu anha në këto 3 vite, pasi vetëm sa dolën prej burgut bashkohor apo embargos asaj kohe ku ishin mbyll në luginën e Beni Hashim, pas 3 viteve vdiq Ebu Talibi, i cili dha gjithçka për ta mbrojtur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ishte shembulli më i mirë se si një njeri mundet me ndihmu thirrjen e rrugën e Allahut subhanahu wa taala, edhe pse vet nuk ishte musliman. Edhe pse vet nuk ishte musliman. I nxiti të tjerët me pranu islamin, mirë po vet nuk e pranoi islamin. Dhe këtu del në pa se sa rëndësishme është që njeriu sa më i herët, sa më i ri me ndëgju fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për shkak se më lehtë është me u nënshtrua. Më lehtë është me ndëgju Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Sa më i vjetër, sa më vite ban njeriu në ignorancë dhe xahiliet, aq e ka dhe më rand t'i kthehet Allahut subhanahu wa taala për shkak të tabiatit, karakterit që ndërton në ignorancë. Një prej urtësive që kam e pa në vazhdim kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bën hijrat në Medinë, para se me shku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Medinë ndodhi një luftë mes Ausit dhe Khazrejit. Dhe në këtë luftë u vran komplet paria e të dy fisëve. Njerëzit kryesor të dy fisëve pleqit u vran në këtë luftë. Dhe udhëhecinë e fisëve kishin njerëz të ri. Sa'd ibn Muadhi, As'ad ibn Zurara, këtë sahabit të ri kanë qenë, gjermosha të ri kanë qenë. Dhe një prej urtësive është se Allahu xhalla xhelaluhu e përgatiti terrenin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që kur të shkon në Medinë, me pas njerëz të ri të cilët nuk duhet me pastru shumë prej xahilietit që ta pranojnë fenë e Allahut subhanahu wa taala, për shkak se janë të ri. Ebu Talibi e ndihmoi shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam deri në vdekjen e tij. Saqë pranoi që të futet në embargo, apo në kohën tonë bashkëkohore pranoi që të futet në burg ai me komplet fisin, musliman dhe jo musliman, vetëm mos ta dorëzon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Embargo e rand, burg i rand, torturë psiqike, po edhe jo fizike, ushqim i pakët, si ka qenë gjendja e këtij burgu, transmetohet që dikush ka shku me kry nevojën dhe ndërkombët e tij ka pa një copë likur të thatë. E kanë marrë atë likur, e kanë pastru, e kanë përgatitur dhe e kanë hangër. Kështu ka qenë gjendja e kësaj situate të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, musliman dhe jo musliman, të cilët e kanë mbrojtur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mos ta japin te Kurejshit. Në momentin e vdekjes, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkon dhe i thot migjës vet. Migje ka pas. Është rrit në dorën e tij, është rrit nën kujdesin e tij. I thot o migjaja, thuje një fjalë me cilën unë do të argumentojmë nesër para Allahut subhanahu wa taala. Kurse nga ana tjetër erdhën mocanikët e tij prej Kurejshve dhe i thanë, a don me elan fenë e Abdul Muttalibit? Bëjni me vllazni. Edhe ju motra. Kjo pika, feja e babës, tradita e babës, është shumë e rrezikshme. Në qoftë se ajo tradit, apo ajo fe, apo ajo akide, apo ajo menheq, nuk është në rrugën e Allahut dhe sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Le pasoja të randa.
çfarë pasoja ila Abu Talibit, e çojnë zjarr xhenemit përgjithmonë, edhe pse ishte ndihmuesi më i madh i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndoshta na mund na punu shumë këtë dunjë, fen e Allahut sërën mëna që kanë ndihmu Abu Talibi, se e kanë ndihmu drejt për drejt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, ky tagutizmi i fesë së babës e bani që me shku në zjarr të xhenemit përgjithmonë. I than, a don me lënë fenë e babës? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë, o mi xham, thuaj një fjalë vetëm që të kem argument nesër para Allahut. Tha, ana ala milleti Abdul Muttalib, unë jam në fejnë Abdul Muttalibi, edhe vdiq. Abu Talibi e ka dënimin më të pakt në zjarr të xhenemit. Nallët do të ketë në zjarr, trut kanë mi vlu, për gjithmonë. Nuk dalë asnjëherë. Allahu xhalla xhelalu i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ti nuk mundesh me udhëzu atë që e don ti. S'mundesh të udhëzu. Përkundrazi, Allahu është ai që udhëzon njerëzit. E Allahu është më i ditur për të udhëzuarit. Dhe kjo pikë shumë e rëndësishme. Se ndonjëherë njeriu e mërzit vetën. Dhe ka mundësi që mërzia me mbizotrua. Pse nuk po udhëzohet filani? Këta zot më harru që udhëzimi është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Pas një periudhë të shkurt pas vdekjes së Abu Talibit vdiq edhe Khadija radhiyallahu anha. Bajnë men, Abu Talibi ishte personi i cili e ndihmon të pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në problemet jashtë shtëpisë së tij. Jashtë shtëpisë. Çka ka pas problem, Abu Talibi ka lënë përpara. Kurse çdo problem mërzi që është shkaktuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam jashtë shtëpisë, Khadija radhiyallahu anha e ka qetësuar të shtëpia kur ka ardhur. Ja ka largu problemet, ja ka lehtësu dhimbjet, ka qenë prezente me ta. Për këtë shkak, kanë thonë dietarët, cila është urtësia që erdhi Xhibril alayhis salam dhe i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bani selam Khadijës, se Allahu ka përgatitur një pallat për ta në xhennet, në të cilën nuk ka zhurma dhe nuk ka ngritje të zanave. Cila është urtësia? Për shkak se ajo radhiyallahu anha asnjëherë s'ia ka kthy fjalën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Asnjëherë s'ia ka kthy fjalën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përkundrazi, ka qenë shtylla kryesore e cila e ka ndihmu edhe e ka përkra edhe e ka nxit më tej për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në momentet më të vështira. Në momentet më të vështira. Cila ka qenë momenti më i vështirë kur janë shpallja nga Xhibril alayhis salam. Shkoi te shtëpia i friksuar. Khadija i tha, "Qetësoj. Ti je burr i mirë. Ti e ndihmon të varfërin. Ti je me personin që është bërë padrejtësi kundër zullumçarit. Ti e respekton musafirin, ti e ndihmon udhëtarin. Filloj mja përmend punët e mira. Pse? Për me qetësu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gratë më të mira janë gratë e Kurejshve. Gratë më të mira në dunja janë gratë e Kurejshve. Kurejshi është fisi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse janë më të mira? Ndër më të mirat, Khadija, Aisha radhiyallahu anha, edhe kështu më radhë. Tha për shkak se janë të respektueshme ndaj burrit, edhe të dhimbshme ndaj fëmijëve. Kanë dhimbshmëri, kanë rahmet ndaj fëmijëve dhe kanë respekt kulminacion për burrin. Dhe Allahu xhalla xhelaluhu e përgëzdoi Khadija radhiyallahu anha me një pallat në xhennet, të cilën s'ka pas probleme. S'ka pas gritë të zanave, edhe kështu më radhë. Për shtatshmëri, për gjendjen e saj që ndihmoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në problemet që ai kishte në këtë botë gjatë thirrjes në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Kur vdiq Abu Talibi, edhe vdiq edhe Khadija radhiyallahu anha, kjo ishte viti i mërzitshëm për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pas kësaj i erdhi edhe një sprovë shumë e rëndë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Cila ishte kjo sprovë? Sprova e Taifit. Po para kësaj, jo besimtarët prej Kurejshve u mundun në maksimum që ta largojnë Abu Talibin prej mbrojtjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu është tradita e jo besimtarëve, tradita e tiranëve që mundohen çdo herë që t'i largojnë njerëz me autoritet, njerëz të fortë prej thirrjeve në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, që ata mbet veç vetën të re.
e pastaj kur t'jesin vet, puna është më e lehtë. Kështu mundun me Abu Talibin me veprua Kurejshit, Ebu Gjehli dhe të tjerë prej Mekelive që ta largojnë Abu Talibin dhe ta kenë më lehtë situatën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sprova e Taifit. Pejgamberi sallallahu 10 vite, në këto 10 vitet e para, për shkak se vdekja e Khadijës radhiyallahu anha dhe vdekja e Abu Talibit ndodhi në vitin e 10 të pejgamberisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nga viti i 7 deri në 10 ishin në burg, pastaj pas daljes nga lugina vdiq Abu Talibi dhe Khadija vitin e 10. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk u ndal. Këto 10 vite bëni thirrje në Mekë. Në situata në Mekë ishte e rëndë dhe kishte mos pranim nga ana e Kurejshve. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bani një hap tjetër. Çka? E bani udhimin për në Taif. E bani udhimin për në Taif. Për çka? Për të bërë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Për mos me u ndal problemet, kërcënimet, torturat, akuzat, shpifjet që ja banin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk patën ndikim që të ndalen nga thirrja. Përkundrazi, ishin motiv edhe më i fortë për ta vazhduar thirrjen në Mekë, ai vet dhe shokët e tij, plus dul vet me Zeidin radhiyallahu anhu, shkojnë në Taif për të munduar me e bën një epicentër nga ku ka me bën thirrje rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Kanë thënë dietar pse shkojnë Taif? Po shok se Taif ishte vend strategjik. Taif ishte vendi ku syt e krejt fisëve ishin drejtuar ka Taifi. Ishte vend strategjik. Shumë prej ekonomisë së Kurejshve u mbarte prej Taifit. Shumë fisë prej Kurejshve, brenda Kurejshve dhe jashtë fisëve të Mekës dëshironin me pas pushtet në Taif. Për shkak vendit të mirë edhe kështu me radhë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dinte këtë gjendje. Dhe e bani hapin me shku në Taif me bë thirrje në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe në këtë mënyrë ju drejtu 2 fisëve kryesore. Njëri prej fisëve ishte aleat me Hawazin jashtë Taifit dhe njëri prej fisëve ishte aleat me Kurejshit. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u drejtu te ky fisi që ishin aleat me Kurejsh. Pse? Kanë thënë dietar, për shkak se e dinte mirë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se këto fisët kryesore që janë në Taif, këto nuk kanë aleancë me fiset jashtë Taifit për diçka tjetër jashtë për shkak frikës. Se çdo fis tjetër jashtë Taifit ka qenë më të fortë se banorët e Taifit, se Thaqifi. Dhe kur kanë dash me bë ndonjë problem në Taif kanë bë. E që mos vjen puna deri te problemi, ata kanë bë aleanca para vakti që të arrujnë sigurinë, të arrujnë vendin, ekonominë e vendit e tyre. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mënyrë strategjike shkoi prej njënit prej këtyre fisëve i cili ishte aleancë me Kurejshit, me shpresë që mos po gjejnë vend aty dhe në këtë mënyrë u shkakton problem Kurejshve. Dhe shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me bë thirrje te këto 2 fise. Mirë po, kur filloj me i thirrë në Islam, u tha, pranuat ose nuk pranuat, mos e përhapni thirrjen time. Mos e përhapni thirrjen time. Ishin 3 vëllezër tek të cilët shkoi pejgamberi sa stan fillimisht me bë thirrje. Amr Yalali bin Amr o Mes'ud bin Amr edhe Habib bin Amr. Dhe njëri prej tyre kishte bashortën prej Gjumeh, prej Kurejshve. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha: "Idha fa'altum ma fa'altum faktumu anni." Bani çka doni, bani çka të bani, veç mos e përhapni mua vetëm. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i koncentruar që ta ban thirrjen sheft. Në Taif ta ban thirrjen sheft. Mos marrin vesh Kurejshit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dalë në Taif
dhe po mundohet me bën një epicentër, një vend tjetër prej ku ka me bë thirrje në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, ku ka me ngrit shtetin e muslimanëve, që ka me xhiku fjalën e Allahut subhanahu wa taala, edhe kështu më radh. Mirë po, këto tre vëllezrit e veprun të kundërtën. Fillon mu tallë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, i mbledhën me ngjeletit, i mbledhën fëmijët dhe fillon me gurzu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tash ardha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka na mëson neve? Na mëson neve se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vazhdoi traditën pejgamberike. E vazhdoi traditën pejgamberike në thirrjen, në transmetimin e mesazhit të Allahut subhanahu wa taala. Cila ishte kjo thirrje pejgamberike apo cila ishte tradita pejgamberike të cilën e bani pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ishte lloj-llojshmëria gjatë thirrjes në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Duke u bazuar te Nuhi alayhis salam, te Ibrahim alayhis salam dhe kështu me radhë. Çka tha Allahu për Nuhin alayhis salam? I tha Allahu Nuhin alayhis salam, ja Rab, unë i thirr ata hap tazi, fshet tazi, ditën, natën. Në çdo situatë, në çdo gjendje, në lloj-llojshmëri të mënyrës i ka thirr Nuhi alayhis salam popullin e vet për me pranu fenë Allahu subhanahu wa taala. Këtë veproi edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Apo kemi thonë që baza mbi të cilën është ndërtuar thirrja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte morali i mirë, sjellja e mirë, me i thirr njerëzit me argumente dhe me sjellje të mirë. E a kishte ndonjëherë raste ku i kërcënonte? Po. Ka pas situata ku edhe i ka kërcënuar. Apo e dim rastin kur e kanë rrethuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke e kërcënuar ata, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë laqad ji'tukum bidhab. Ka marrë më hek qafën, edhe atu larguan, u trishtuan, ikën. Po kjo ka qenë një rast. Në raste tjera është munduar maksimum me moralin e tij, sjelljen e tij me i thirr në islam. Dhe kjo neve na bën me mësua se kur të bëjmë thirrje në rrugën e Allahut subhanahu wa taala nuk duhet me qenë vetë shumë këtu përpara. Po duhet me qenë lloj-llojshëm, duhet me bëu thirrjen me lloje të ndryshme. Duhet me bëni një farë analizë të personit të cilët jemi duke i fol dhe në stilin e tij na më i fol. Me ja plasu fjalën e Allah dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka disa njerëz nuk e pranojnë tonin e lartë. Mirë, ka disa njerëz të tjerë që nuk pranojnë ndryshe jashtë se me ton të lartë. A kemi thënë disa njerëz dojnë veç but. Disa të tjerë nuk dinë but, e dojnë tonin pak më të lartë. E tash na kur bëjmë thirrje në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, çfarë do të bëjmë? Do të bëni far analizë të personit që kemi karshi. Do të më ditë se ku është personi, në çfarë gjendje është, në çfarë situatë është, ku e ka derexhën sa di për fesë Allahu subhanahu wa taala, sa s'din, dhe në këtë mënyrë me fillu me ia plasu fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë tradita pejgamberike në thirrjen në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. A duhet të ndalemi na në qoftë se fillojnë torturat, problemet, burgimet, akuzat edhe kështu me radhë? A duhet të ndalemi? Jo, përkundrazi. Në qoftë se hasim diçka të tillë, do të thonë alhamdulillah, falëndërimi tek Allahu, se kjo ka qenë tradita e pejgamberëve. Nuk ka pas ndonjë pejgamber që Allah e ka dërguar te populli i tyre vetëm se është akuzuar. Që pejgamberi sistem mendojnë në mënyrë strategjike shumë të mirë që me shku në Taif dhe me bën një vend sigurt prej ku ka me bë thirrje. Dhe u tha, bani çka të bani, veç mos e përhapni muhabetin. Ata veprun të kundërtën. E morën dhe filluan me torturu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Filluan me vepru atë që e banin Kurajshit në Mekë. Kjo situatë çka na mëson neve? Kjo është vërtetim i fjalës së Waraqat ibn Nawfal, i cili në ditën e parë të pejgamberisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i tha: Ma jaa, nuk ka ardhur dikush me këtë të cilën ke ardhur ti, vetëm se është armiqsu. Tha ja lejteni, i mirë jon, të kisha qenë i ri atëherë kur kanë me të armiqsu, kur kanë me të luftu, ansuruka nasran muazzara, të kisha ndihmuar ty me një ndihmë të fortë. Pejgamberi se mi tha, ani me kanë me përzana, ani me kanë me akuzua, ani me kanë me luftua. Tha, nuk ka ardhur dikush me këtë çka ke ardhur ti, vetëm se është armiqsu. E në qoftë se gjatë transmetimit të fjalës së Allahut dhe fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam hasim paknaçi prej palës tjetër, kjo nuk ka emet në thirrje. Kjo nuk është defekt në davet. Kjo është mirë. Kjo është tradita e pejgamberëve. Kështu kanë qenë pejgamberët. S'ka pas pejgamber vetëm se është akuzuar,
është torturu, është shpif për ta nga ana e palës së tjetër për jo besimtarëve. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tham u mundu që në këtë gjendje, edhe pse në Mekë thirrja ishte haptazi, u mundu që në Taif ta bën thirrjen fsheftazi. Dhe krejt këto manovrimet që i ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë mësim për neve. Që ka mundësi me një vend prej vendeve të me bë thirrjen haptazi, po situata e do që me një qytet tjetër me qenë gjendja ndryshe, me një fshat tjetër me qenë gjendja ndryshe, me një vend tjetër me qenë lëvizja ndryshe, dhe kjo nuk është problem, dhe kjo nuk është defekt. Dhe kjo nuk është defekt për shkak situatës se gjendjen njerëzit besimtarë në atë vend edhe kështu me radhë. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u dashte me mbajtë situatën kështu për shkak mekelive në Mekë. Kur dol prej Mekës, dol në kam. Nuk dol me mjet të udhimit, që mos të shkon mekelive kurejshve në mend që është duke dalë për një udhim të largët. Dol në kam dhe me vete e mur Zeidin radiallahu anhu, Zeid ibn Haritha, të cilin në atë kohë kishte djalë të birsuar, pastaj Allahu subhanahu wa taala e hedhi poshtë birsimin. Mirpo e kishte njëri të besueshëm. Dhe këtu na mëson situata që në udhime të rëndësishme nuk duhet me marr, nuk duhet me pas luksin se cili me udhëtu me hoxhën ose me dietarin në për udhime të rëndësishme. S'duhet me pas këtë luks secili. Për shkak se udhimi është shumë i rëndësishëm edhe rreth vetit me pas persona shumë të rëndësishëm. Persona shumë serioz, persona që kanë dert fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. At-tadarru wad-du'a. Shkojnë Taif, i thiri popullin, u ballafaqu atë me situatë edhe më të rëndë se sa në Mekë. I nxjerrën mendje lehtit, i nxjerrën fëmijët dhe u dhan gurzi me e gurzu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe Zeidi radhiyallahu anhu. Derisa u shkoi gjaku dhe dolën prej Taifit pak dhe u ofruan me një bafçe, me një kopsht të Shejb ibn Rabia edhe Utbah ibn Rabia, të cilët ishin prej Mekës, prej Kurejshve, mirë po kishin kopshte dhe bafçe në Taif. Dhe sot komplet fiset apo njerëzit që jetojnë jashtë Taifit, gjatë verës shkojnë në Taif shkojnë. Për shkak se Taifi është me lartësi vitetare shumë lart edhe është më flat. Dhe pothuajse krejt gadishtë arabik shkojnë aty shkojnë. Temperatura është më flat. Dhe këta ishin prej Mekës, mirë po kishin kopshte në Taif. Dhe në këtë ditë qëllun të kopshti i tyre, edhe me veti kishin punëtorin e tyre Addasin, i cili punon të për ta. Dhe e pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të gjakosur. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i pa ata, nuk dashti mu afrua për tyre për shkak armiqësisë që ata e kanë kundër Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, u larguan pak më poshtë. Do thonë, para mendo, far morali i lartë, far kanarie. Far kanarie. Ata kanë qenë në Taif. Utbe edhe Shejbe ka qenë prej Kurejshve. Edhe me pas armiqësi në Mekë, kur ti ishi jashtë Mekës, do të ish e keni parafarësia. Ata që kanë qenë për shembull në mërgim në Evropë, ku do të qofshin, me pas po di kanë prej palës tjetër, prej palës Maqedonë që këtu nuk shkojnë hiç mirë, atje me pa kuje, çishije, thosë ka djalminxhi të shtëpia. Vetë pse i vendit. Mirë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë moral nuk e veproi kështu. Kur i pa ata dy, ata kanë armiqësi kundër Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk u afru me asa, shkojnë më poshtë, u largu. Shkojnë në një vend rreth një degë të rrushit për të pushuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe në këtë gjendje bani dua. E bani dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe në këtë dua shohim kulminacionin e tauhidit që ka pas për qëllim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka pas prioritet në thirrjen e tij. I tha Allahu subhanahu wa taala, Allahumma ilayka ashku dha'fa quwwati. O Allah, te ti ankohem për kuvetin e pak që ka. Ty të ankohem, që jam i dopt. Wa qillata hilati. Dhe se nuk kam rrugdalje. Te ti ankohem se nuk kam rrugdalje.
wa hawani ala nas, dhe poshtrimin që janë të më bë njerëzit. Ya arhamar rahimin, o më i mëshirshëm për mëshiruesve. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ti je Zoti të dobëve, ti je Zoti jam. Ila man takiluni, ndorën e kujt më ke lënë mua? Ndorën e atij i cili është larg dhe nuk u mban hesab, apo çka thon pejgamberi s'është? Apo në dorën e armikut që i dhon pushtet ndaj meje. Tha illa yakum bika alayya ghadabun fala ubali. Kjo është kulmi. Tha ja Rab, në qoftë se ti nuk je i idhnu me mua, hitë se më interesan, hitë se kam gajnë. A i shkët me thonë kjo. Më thonë, ti, a di qëfar vllaznia, keni parasysh që kjo ditë qëfar ti të ka qenë? Aisha radiallahu anha i ka thonë pejgamberit së stem në Medinë. I ka thonë, a ke pas dhe një ditë më të randë sa dita e Uhudit? Ka thonë, s'kum pas ditë më të randë se dita e Uhudit i jashtë ditës ku ka qenë Taif. Ka qenë dita më randë. Më thonë, kjo është dita më randë në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse në ditën e Uhudit, në aspektin e trupor e ka pas më randë. Se kanë qenë duke e vrarë, ja kanë çuar ballin, ja kanë thyr dhomën katësh, ja kanë coptuar dhe për pak kanë qenë duke e vrarë sallallahu alaihi wasallam. A më ka thonë ditën e Taifit ka qenë më randë. Pse? Për shkak se në ditën e Taifit e kanë lodh shpirtnisht. Është lodh, është torturuar shpirtnisht. Për shkak se ka dalë prej Mekës me shpresë se po gjen një vend prej ku ka më bëu thirrjen. Aty gjen torturë edhe më të keqe se sa me kelit. Edhe ka shikrej kësaj gjendje, jashtë vendit vet, i gjakosur, i thot Allahut, ama ja Rab, në qoftë se ti je i kënaqur me mua, dhe në qoftë se ti nuk je i idhnuar me mua, pavarësisht gjendjes që e kam, mu s'm intereson. A jam i dopt? A jam i papranueshëm? A jam i akuzuar? A jam i torturuar? A jam i burgosur? A jam i vram? Apo çka do të jam? Në qoftë se ti nuk je i idhnuar me mua, fala u bali, mu s'm intereson. Se kam dalë. Kjo dhe nxjerr pa se sa ka pas të rëndësishme pejgamberi se krahasin Allah subhanahu wa taala. Dhe në asnjë mënyrë s'kalon diçka tjetër para krahacisë Allah subhanahu wa taala në jetën e tij. Walakin afiyataka awsa'u li. Mirë po, mëshira jote, falja jote është më e dashur për mua, është më e gjan për mua. A'udhu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat. Thot me dritën e fytyrës tënde kërkoj mbrojtje, dritë e cila i ka ndriçuar errësirat. Wa salaha alayhi amru ad-dunya wal akhirah, dhe me ta është përmirësuar gjendja e dunjos ahiretit, min an tunzila bi ghadabak. Që mos kërkoj mbrojtje, që mos ta hedhësh hidhrimin tan mbi meje. Kjo kulmi dertin me pas Allah më se t'i dhnu. A më janë duke t'akuzu, abe nuk janë duke t'pranu, janë duke t'sha, janë duke t'burgos, janë duke t'vra. Ja Rab, unë prej te kërkoj veç hidhrimin tanë mos me hedh mbi meje. Au jehulle aleje sakhatuk, leke l'utba hatta tërda, wala hawla, wala quwata illa billah. Ty të takon lavdrimi deri sa të knaqësh, dhe nuk ka forcë dhe ashtë lëvizje pas me forcën të ndë e Rabbul Alamin. Kjo doa e pejgamberit së stem në kur në gjendjen më të randë. Dhe kjo neve në mëson që në situatat më të randa të jetës tonë, a din shpesh neve me në rundu situata, duhet me këthi Allah subhanahu taala. Duhet me këthi Allah subhanahu taala, me madhnu Allah në gjëllë gjëllaluhu, dhe pikën kryesore gjatë duas të bëjë, ja Rab, unë jam i knaqët, veç ti mos jesh i idhnu me mua. Mirë po, më shirën të ndë e du. E kanë pyet Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, të cilit ju ka pranu duaja. I ka thonë djali vet, o baba jam, po krejt njerëzit po vinë, po thonë ti, ban dua për mu se pranu duaja, ti du bo dua, Allah të pranon duan dhe Allah e lepson filanit. Pse nuk ban dua që Allah me ta kthi shikimin? I tha djalit vet, djali jam, une kam qef më kthi shikimi. Mirë po dëshira Allah të është me e dashur për mu, se sa shikimi e. Unë për me po kam qef, unë du me po. Mirë po Allah ka zgjedh që unë mos me po. E zgjedhja Allah dhe dëshira Allah për mu është me rëndësishme me madhe. Kështu kur besimtari i shirë punë, vallaj, s'ka mundësi me qenë i zhgënjim këtë dunjë.
Kështu kur besimtari e këshir kaderin e Allahu xhalla xhelaluhu, s'ka mundësi me qenë i hidhur i mërzitshëm këtë dunja. Çdo herë ka me qenë i kënaqur me trajtimin e Allahut subhanahu wa taala. Ar-rahmatu wash-shafaqatu an-nabawiyya. Rahmeti dhe butësia dhe dëmshmëria pejgamberike. Tash në çka gjendje, para me ndonë, që këtë gjendje, me tarë dikush, fol, atë ka prek dikush, kalzoveq. Allahu akbar. Për talë, bana po. Kanë gjakos. Edhe atë kanë gjakos, më konë që të kanë gjakos dikush i fort, ta manë dikush i fort, po t'i kanë zirë fmit dhe me ndjelet edhe me të poshtruhe. Në që këtë gjendje, thot, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, i thot Aishës radhiyallahu anha, thot atë randë dhe kam pas gjendjen, sa që se kam kuptu se ku jam vetë që kur kam pas vetin me një lugin bi qarni thaalib. Atë që kam pas vetin. Thot kur e dita kokën lartë e pash mjegullën. Bi mjegull Gjibril alayhis salam. E ka përshëndet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë Allahu i ka dërgu melek të kodrave. Dhe i kanë fol melek të kodrave. I kanë thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o Muhammed, a do që këto dy akhsheveni, këto dy kodra, me një kubejse, një kodrë tjetër, ti merë dhe ti hedhë në popullin e Taifit. A mundi me përmendu dita më rand e jetës pejgamberit sallallahu edhe i vjen kjo shantë. Në situatën më të rand, ku njerëzit torturojnë, të nënçmojnë, të akuzojnë, çka s'të bëjnë, të vjen një autoritet shumë i lartë e thot, a du diçka? A do diçka? Qa këshmi po na? Mo kështu sinqerisht na qa këshmi po. A këshmi thonë jo, s'ka dërë të ratë, apo e këshmi shfryzu shantën. Me ndjerë të keqin jashtë. E pejgamberi sa stem pat moral pejgamberik. Dhe mshmëri pejgamberike. Kështu du t'jemi dhe na. Këto ngjarje që i përcjellin nga jeta e pejgamberit sa stem në detale, to janë mësim për neve. Që kur të vjen momenti ti mu hakmar, atëherë me tregu butësinë tënde. Kur të vjen momenti ti mu hakmar, që atëherë me tregu burrin tënde, që atëherë me tregu moralin tënd të lartë, të pasimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu e pat moralin Jusufi alayhis salam. Çfarë i tha vllazërit vet? Ata e patën fund bunar. E akuzun për vjedhje, thanë edhe vllai vet ka vedh. Kur është muhabeti i gotës, tha edhe kështu e ka pas vllavin e ka pas, ka vjedh, akuzë për s'dyti. E tash Jusufi alayhis salam ishte në rolin e ministrit, në rolin e autoritetit. Ata kishin nevojë për Jusufin alayhis salam. Tregtia e tyre u varte për Jusufin alayhis salam. I thanë, innaka la anta Yusuf, thamë duket që ti e Jusufi. Tha ana Yusuf wa hadha akhi, tha unë jam Jusufi, kjo vllai jam. Ato tash stata shumë randa po. Autoriteti, pushteti, të dopt. Këta aspektet e ka pas mundësi, apo çka do me bë? Çfarë tha? Tha la tathriba alaykum al-yawm, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. S'ka dert për ju sot. Rahat. Para mendove dikush që i ban ti zullum, padrejti, edhe ai thot fun, revera, mos ki gajle. Po ti me ngushtosh prej faljes së ti, prej modestisë së ti, prej dëmshmërisë së ti, ti bosh keq bosh, nuk ndihesh mirë. Jusufi se mi tha, la tathriba alaykum al-yawm. Nuk ka sot problem për juve, rahat. Allah ja fal. Ai është më i mëshirshëm për të mëshirueshve. Kjo është shumë rëndë. Çtim borç. Ma kjo është moral pejgamberik. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu veproi edhe kur e çliroi Mekën pastaj. Pas shumë viteve, erdhën në Mekë çlirimtar, me ushtri të fortë, me pushtet, me kelit ishin dobësu, ishin lodh, ishin askapit. Çfarë i tha? Tha kush hin shpinën e vet është i sigurt. Kush hin çaba është i sigurt. Kush hin shpinën e Sufjanit është i sigurt. I përmend disa vete, tha, këto ku ti zini, i vrani, edhe në qoftë se janë kap për pëlhurën e çabës. Po mas disa ditëve edhe atyre u falë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe pse ata ishin të vrasht në armiqsi kundër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Jo, kjo është morali pejgamberik. Që kur të vjen shanca ti me u hakmar tash, me e kthi hakin, me tregu burrin tënde, me tregu moralin që ti e pason pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, jo. Bel arju an yukhrij Allahu min aslabihim man ya'budu Allaha wahdahu la yushrik bihi shay'a.
Jo, tha nuk du mja hedh të dy kodra për mi Taifin. Tha për shkak se shpresoj që Allahu prej palcës së tyre ka më nxjerr njerëz të cilët kanë me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Edhe nuk kanë më bë shirk Allahut subhanahu wa taala. Edhe këtu e hasim te pejgamberi sa se sa rëndësishme ka qenë tematika e akides në duan e tij edhe në thirrjen e tij. Jo tha se shpresoj që ka më dalë dikush prej tyre që ka me adhuru Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjatë këthimit, tham, u taku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Addasin. Addasi ishte një punëtor i Shejbe edhe Utbet ibn Rabijas, ishte i krishter. Utbet ibn Rabija edhe Shejbe ibn Rabija, kër e pon gjendën e pejgamberit sallallahu i Mekës, prej Kurejshve, edhe pse armitësit madhe, i thanë këti punëtorit vetë, mere pak rush edhe qoja që këti njeri. Edhe mur një copë, një karavesh rush, mur pak me një pjatë dhe ja qoj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur e mur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha bismillah. Kur tha bismillah, Addasi tha, këtë fjalë banorët e kësaj krahine këtu pari se përmendin. Nuk e përmendin. I tha pejgamberi se kush jeti, pika je, tha unë jam filani, jam pi filan vej, prej Nenova. Tha je prej vendit të njeriut të mirë, Yunus bin Metta, ata mbet kë njeri. Tha pika e diti që është kë njeri prej vendit tonë, tha aji është vllau i janë dhe është pejgamberi Allah të dhe unë jam pejgamber. Kur i tha kështu, edhe unë jam pejgamber, filloj me përqafu pejgamberin sallallahu dhe filloj me aputh kamët. Shejbe edhe Utbe pilar ke shohin, tha, shka i ba, e dalashitje edhe këta. Sa ta e dinë që ka bu për nësam Mekke, e u presh edhe ke, edhe këtë dalashitje. Kur shkoj Addasi, te Utbe edhe te Shejbe, i thanë, çka ndodhi? Pse e puth që kam, pse e qafe? Tha, a im kaldoj diçka që nuk din atë informacion, vetë se një pejgamber. Addasi pranon Islamin. Në luftën e Bedrit, Utbja edhe Shejbja kanë dashur me nxjerr në luftë kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë, dëni me dal kundër atij që i pat me dhënë rush atje. Tham po. Ka thonë mos dilni me ta sa ati edhe kodrat që i bëjnë kur gjan karshi. Mos dilni me ta. Addasi këtu thim e pranoi Islamin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në këtu thim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i lodhur, i raskapitur, u ndal me një vend me bë namaz. Edhe u lidh namaznate. Kur u lidh me fal namaznate, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rreth tij, afër tij kaloi një grup prej xhinve. Thuhet që kanë qenë 7 xhin. Edhe kanë dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke lexuar në Kur'an. Tha Allahu duke lexuar Kur'an. Tha Allahu wa idh sarafna ilayka natharan min al-jinni yastami'una al-Qur'an. Falamma hadaru qalu ansitu. Allahu akbar, Allahu akbar. Tha Allahu subhanahu wa taala, për këtë momentin kur na e dërguam, e banëm që një grup prej xhinëve të kalojnë rreth teje. Yastami'una al-Qur'an. Ndëgjonin me vëmendje Kur'anin. Falamma hadaru, kur u afruan gat, qalu ansitu. Daluni. Mos folni. Heshni. Subhanallah, përshtatshmëria. Qa ka përshtatshmëria tash ky ajet? Kjo fjalë e xhinëve që e kanë thonë, kjo ajet ka zbrit. Dhe pejgamberi ka ardhur në Mekë pastaj dhe ka lexuar këto ajete me sahabëve në Mekë. Edhe kishte me përshtatshmëria, pse kanë thonë xhinë heshni? Ka thonë dietar përshtatshmëria që kësaj fjale heshni është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shkruajnë Taif, bani thirrje dhe ju tha heshni, mos e përhapni muhabetin. Ato e përhapën. E Allah xhëxha ja zëvendçoi këtë heshtje që se pranon xhin, se pranon njerëzit me një botë tjetër. Të xhint. Xhint than heshni. Shuhini, ngojeni Kur'an. Dhe pejgamberi sa pastaj erdh këto xhin e ngun Kur'an falamma qudiya wallau ila qaumihim mundhirin. Kur asosi pejgamberi namazin sallallahu alaihi wasallam, xhint u kthin te populli i tyre, me u tërheq vërejtë, me po thirrën Islam. Allahu akbar.
Pejgamberi sa shkoi me lyp prej njerëzve me ndihmu për davet, Allahu xhel xhelalu kët thirrje që se pranon njerëzit e transferoi te bota e xhinve, pa i thonë hiç pejgamberi sa ato u bën thirrje sa rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe filluan me thirr me bë davet në fenë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Thanë o popullon, e kena ndëgjuar një libër i cili është zbrit pas Musait alayhis salam, i cili është vërtetues i asaj që ka ardhur prej librit dhe uzon në rrugën e vërtetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam erdhi në Mekë. Dhe erdhën to ajete dhe u lexoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dikush ka më thonë, shkuar në Taif, s'pat rezultat. Zhvenjim. Kur gjatë tjetër ka pas shumë rezultat. E para, Adasi e pranoi Islamin. Pranimi i Islamit prej tij, çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ekspeditën e Khajberit, çka i tha Aliut radhiyallahu anhu? Tha li an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayran laka min humurin na'am. Tha që Allahu ta uzon një njeri në dorën tënde është më mirë se sa me pas deve të kuqe. Njeri. E pas ke xhamativish një, Allahu akbar. Ka marr pejgamber asnjë s'ka më pas. Ka marr pejgamber ka më pas 2-3 veta. Ka marr pejgamber që ka më pas 3-9 veta. Pejgamber të Allahut xhelaluhu. A sot çka paraqitet? Sot në qoftë se hoxhës janë nisë me u paksu xhamati bëhet keq, ndihet keq, nuk i marr ligjërata. Janë nisë me bo diçka që të shtohet numri i xhamatit. Jo. 1, 3, 5, 10, asnjë. Ligjëratat vazhdojnë, thirrja vazhdon. Por shok se na kemi dert, a jemi duke e bë thirrjen, as jemi duke e bë. Nuk më qenë dert jon, a u ka uzu xhamati ajo. Kjo është gajle, është dert, se na kena dert më uzu dikush. Mirë po, prioriteti kena transmetimin e fjalës së Allahut dhe fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u dash më kthy në Mekë. Për më kthy në Mekë pa dal pi Mekës, çish më kthy tash në Mekë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi e gjeti një njeri prej fisit Khuza'a dhe e dërgoi te Mut'im ibn Adi, i cili ishte prej fisit Naufel, që me kërku mbrojtje. Dhe Mut'im ibn Adi i dha mbrojtje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Strategjia këshirë vllazë. Këshirni kush ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fisi Khuza'a para Kurejshve e ka pas udhëhecin e Qabës. Kurejshit janë bashku edhe i kanë largu Khuza'a, fisin Khuza'a prej kujdesit për Qabën. Dhe fisi Kurejsh me Khuza'ën kanë pas probleme çdo herë. Në histori më herët, gjyshi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pas problem me Naufelin. Me kryetarin e këtij fisi, kanë pas probleme. Ky Naufel i ka marrë bakti që ka pas Abdul Muttalibi, gjyshi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E gjyshi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kërkon prej njerëzve në Mekë ndihmë si ndihmon kërkush. Atëherë kërkon ndihmë prej dajallarëve të vet Khazrejit në Medinë. Ata vinë prej Medinë, të armatosur, mirë, shumë burra, dhe vinë e bllokojnë Qabën. Fisi Naufel, kur e shohin që ka ardhur me ndihmë dikush, i ja kthejnë atë çka ja kanë marrë. E fisi Khuza'a e ka po që Abdul Muttalibi ka problem me Kurejshit dhe kanë nxituar me bo një farë marrëveshje me Abdul Muttalibin. Në këtë marrëveshje që ka bo fisi Khuza'a me Abdul Muttalibin, s'kan marrë pjesë fisi Naufel dhe fisi Beni Shems dhe fisi tjerë që kanë qenë në Mekë. Kjo ka qenë herët. Kjo ka ndodhur me gjyshën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Para se me hinë në Mekë, Mut'im ibn Adi ishte personi i cili shkoi në Qabë atë fletën që patën varr me kelit, shkoi e shkoçi. Paraqiti paknatësi për burgimin që bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 3 vjet në telugina e Beni Hashim. Mut'im ibn Adi prej fisit Naufel, po ky fisi Naufel me fisin e pejgamberit ishin probleme më herët. E tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para mendo, prej gjendje situatës shumë i dopt,
prej gjendjes së që sulfutet në Mekë, e çon një njeri prej fisit Khuzaa te Naufeli, te Mut'im ibn Adi. Ka thonë dietarët, tu pejgamberi s.a.s. ka lyp edhe mbrojtja, ama dhe ka kërcënuar. Edhe ka lyp mbrojtje, që me marr mbrojtjen e Mut'im ibn Adi, po të njëjtën kohë i ka kërcënuar me njeriu prej Khuzaas. Pse? Ka dëshë më thonë ative se unë çish ka bëu gjyshi jem marrveshje me Khuzaat më herët, edhe unë më bën njëjtë me këta. E kur bëj me këta, për juve bëhet problem. Edhe ka marr shërbimin, edhe i ka kërcënuar. Mut'im ibn Adi, kur ja ka dhënë shërbimin, edhe ja ka dhënë shërbimin, ka thënë tort, ja ka dhënë shërbimit jo vetëm prej bujarisë të xhahirit që kanë pas ata me i ndihmu dikan, edhe prej frikës që mi rujt situatën e vet. Se helbet musliman marrveshje pejgamberit s.a.s. me Khuzaat edhe i bën problem Kurejshve, e ka pranuar. Prej gjendjes së i dopt, i ka kërcënuar, i ka shfrytzuar dhe ka ardhur çave, e ka prej gurin edhe i ka fol dy recat pejgamberit s.a.s. Djem dhe fisi i Mut'im ibn Adis e kanë mbrojt marmatim kurse ne ka prej pejgamberit s.a.s. deri të ka shku në shtëpinë e tij. Që na mëson kjo ngjarje? Që na çofse neve Allahu xhelel xhelalu na ka mundsuar udhëzua, na nuk duhet me i prish këtë lidhjet me njerëzit pastaj. Për shkak se na po dim ndonjëherë kur të udhëzohemi me i prish temel këtë lidhjet me njerëzit. Pejgamberi Allahut, sahabët janë udhëzuar, mirë po jo këtë lidhjet i kanë prish. I kanë bajt lidhjet. I kanë bajt lidhjet me alat të gjyshit. Në trin, duhu për diçka ata. Vjen momenti për diçka, edhe pse ata janë besimtar, mushrik, kanë bërë shirk Allah subhanahu wa taala, mirë po raporti me ta ka qenë mirë, jo me të gjithë. Pejgamberi Allahut, sahabët që udhëzuan në fenë islame, mirë po jo me të gjithë i pat punë të mirë dhe jo me krejt i prishi. Me Abu Talibin i pat punë të mirë pejgamberi, po me Abu Lahebin i prishi. Pse? Se Abu Lahebi paraqiti armiqsi kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që na mëson neve që duhet jemi të kujdesshëm që kur të udhëzohemi në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, të mundohemi maksimum të marrim lidhjet edhe të thirrim njerëzit në Islam jashtë situata ku ata paraqitin armiqsi kundër fesë Allahut subhanahu wa taala, duhet më shfaq armiqsinë. Elusim Allahun që Allah të na kuptojë fesë. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.